Në ditën e tretë të përballjes me flakët në masivin pyjor të Darzezës, zjarri është drejtëshuarje së plot. Sipas përgjegjësit të mbrojtjes civile të prefekturës Fier, Kreshnik Ymeraj, ndërhyrja e 2 helikopterëve Cougar të Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët operuan nga ora 9 deri 11 të ditës së sotme, ka bërë të mundur izolimin e plot të vatrave aktive, ndërsa sipërfaqja e përshkuar nga zjarri është 12 hektar. Aktualisht në këto momente situata duket dhe paraqitet e qetë, fal ndërhyrjes me 2 helikopterë nga ajri, i cili ka bërë të mundur izolimin e vatrës së zjarrit, shorjen e flagëve, masivit të flagëve. Në këto momente është duke u punuar nga efektivet e MZSH-s Fier, të cilët janë futur në thellësi të pyllit për të eliminuar ato vatra të vogla që mund të kenë mbetur aktive brenda zonës së djegur, me qëllim që të bëjmë izolimin dhe fikën komplet të kësaj vatre zjarri. Kjo është një situatë që ka zgjatur prej 3 ditësh, por vetëm ditën e sotme kemi pasur diku te 4 mjetet zjarr fikse dhe 30 forca zjarr fikse, të cilët kanë operuar kryesisht me mjetet rrethanore, pompa, lopata, për shkak sepse mundësia e operimit me mjetet zjarr fikse ishte e vështirë për shkak të terrenit ranor që karakterizon këtë zonë këtu. Sipërfaqja e dëmtuar nga zjarri, sa hektar ka? Atëherë kryesisht janë përshkruar nga flakët rreth 10 deri në 12 hektar, që është bimësi e nivelit lartë, themi ne, por fatmirësisht nuk ka patur prekje të kurorës së pishave. Ka qenë bimësi e lartë, por nën kurori, themi, dhe sipërfaqja e përshkruar është 12 hektar.